17 mars 2025, shiu veç ka fillu, pasi moti në Evropë ish moti keq, në disa vende kish bërë, zakonisht pas disa dite po vjen Kosovë, është zoti që pemet që kanë qenë mos të prishën se zakonisht edhe pasi po lëzojnë për prish pastaj. Sot është 17 marsi, është edhe dita e vdekjes të babës ish presidentit, ish drejtorit politik të QK Hashim Thaçi, edhe posa të marrin vesh nësa do bëhet varrimi sot apo nesër, një grup shokësh do të shkojnë për të dhënë lamtonirën e fundit dhe për të nderu. Sipas informacioneve që lexova në media, Hashim Thaçin s'pe lejojnë me ardhë varrim pasi ishte para disa dite, edhe pasi e pa djalin edhe i mbylli syt baba e tij, shkaku i turmës, sepse Haga dhe ndërkombëtarët e din që po murr vesh, po kuptoj populli që do merr pjesë në varrim, edhe Hashim Thaçi populli vetëm vërshon drejt Borojës, Drenicës, edhe pse koha moti do më thënë nuk është e mirë. Ju përshëndes nga vendlindja jonë e dashur e lirë, Kosova, sot shtet.